jo realiste, për mos më thënë një fjalë tjetër, që ti të thot tani të dalësh dhe të thuash unë kërkoj që teknikë, ku t'ja kërkon? Në fund ditës, ajo është totalisht legjitim aty. Shikoni, zgjedhjet e këtij viti të 11 majit, unë jo i krahasoj, po i vë në të njëjtën tavë me 26 majin e 1996-s. Edhe aso kohë, ndryshimi qëndronte te fakti, domethënë që Shqipëria, jeta nuk ishte kaq e digitalizuar. Domethënë atëherë është miopia ose ajo vullneti i madh për që padrejat ishte një forcë jashtëzakonshme i çovi komisionerët e PD-s që t'i mbushnin pa e sap kutit aso kohë. Tani ndodhi e njëjta gjë me Edi Ramën. Dhe tani kutit u mbushën pa e sap, por në një mënyrë më të sofistikuar, sepse kuptohet syri i botës, digitalizimi është shumë herë më i lartë, por nuk është se këtu nuk u vodhën. Do t'i prekim dhe këto. Diçka për zotin Berisha, nuk ka asnjë shans që Sali Berisha t'jap dorëheqjen? Ai ka thënë që nuk e jep dorëheqjen. Po unë kam një tezë në lidhje me këtë çështje. Deri në shtator do shohim, pra nuk rrim aty Bruna. Rrim aty Bruna, lutem. Të bëjmë një analizë shumë të thjeshtë. Unë po marr të mirëqen dhe i marr të mirëqen, realisht nuk e them për konsum, që çdo gjë që thot Sali Berisha në raport me zgjedhjet janë ashtu siç e thot zoti Berisha. Domethënë në raport me manipulimin e zgjedhjeve. Janë ashtu dhe mos jenë edhe më tepër se saq. Okej? Tani ka dy gjëra në këtë botë. Nëse ti mendon që zgjedhjet janë të vjedhura, të manipuluara, domethënë janë bërë zgjedhje më të këqija të mundshme pas 96-s, ato janë për rekord, them unë, atëherë është i zotëri nderuar ose Partia Demokratike nuk do duhet të bëhet pjesë e kësaj farse, që do të thotë mos shko në parlament në shtator. Se nëse ti shkon në parlament në shtator, ti i pranon këto zgjedhje. Dhe ti nëse do shkosh në parlament në shtator dhe i pranon këto zgjedhje, ti duhet të japësh dorëheqje sipas statutit pastaj mbrapa. Se nëse ti pranon që të futesh në parlament, do të thotë domethënë që ti ke humbur zgjedhjet o zotëri. Dhe në pikën 8 të neni 46 në statutin e Partisë Demokratike, që ndoshta shumë nuk e di, është Neni Basha, është vendosur në 11 dhjetor të 2021 me këmbgulje nga zoti Berisha. Madje do të na mbushë mendjen që të gjithë neve domethënë që partia nuk mund të ndodhi më kështu, duhet t'japin dorëheqje. Shumë mirë, e vendose vetë nënën. Nëse ti futesh në parlament në shtator, do të thotë që ti duhet e pranon zgjedhjet dhe pranon humbin dhe duhet t'japësh dorëheqjen. Në rast të kundërt, nëse ti vazhdon me të njëjtin alibi, jo alibi, po me të njëjtin skenar, që zgjedhjet janë vjedhur, do jam dakord me të që janë zgjedhje. Nuk shkon në parlament o zotëri. Ngre zërin tënd, aty ku dëgjohet zëri jot, Bruxelles, në Washington, kudo që mund të dëgjohet, por nuk shkon në parlament. E ka paralajmëruar këtë. Po nuk duhet të shkojë në parlament. Do flas sa më gjatë, sa më shumë tek kancelaritë. Por nuk duhet të shkojë në parlament, sepse në rast të kundërt ti legjitimon zgjedhjet, po legjitimove zgjedhjet do t'japësh dorëheqjen. Unë nuk po them që ata mos shkojnë në parlament, që ata kuptojmë drejt. Le të shkojnë, po zoti Berisha duhet t'japi dorëheqjen pastaj. Sepse nuk ka vit mes me kjo histori. Nuk ka. Dhe e fundit që ta mbyll këtë. Me gjithë respektin, tani zoti Berisha është në një moshë 81 vjeçare. Në 2029 do jetë 85 vjeç. Për mua le të jetë edhe 185 vjeç, më s'ka rëndësi, domethënë Zoti nuk ja jep, nuk ja merr ditët të gjithkujt në këtë botë. Problemi është si mund të shkojë kjo opozit me një lider 85 vjeçar dhe të pretendojë të fitojë zgjedhjet në 2029. Se po flasim për këtë gjë sot. Pra, në qoftë se ti më thua mua, unë do revolucionarizoj PD-n, pra do filloj do fut njerëz të rinj aty. O Bruna, në qoftë se nuk lëviz kreu, ti poshtë le të bëhet çfarë doj. Nuk ka kuptim kjo histori, domethënë. Do duhet të lëvizin te kreu, madje, do duhet me patjetër që zoti Berisha jo vetëm t'i japin dorëheqjen në rast se nuk futet nëse futet në parlament, por ta lejoj që në brenda asaj partie të paktën një herë të vetme. Të paktën një herë të vetme të bëhet një palë zgjedhje për kryetar të pandikueshme nga askush, se aty nuk